Një shishe vere nga Rahoveci ishte bërë mollë sherri në një seancë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në vitin 2016 dhe e gjitha kjo nisi si një gjestë mikpritjeje nga Teuta Saatçia, ish konsulja e Kosovës në New York. Në një rrëfim, Saatçia ka treguar një ngjarje sa interesante aq edhe simbolike që ndodhi gjatë mandatit të saj diplomatik në SBA, kur Japonia ishte antare jo permanente e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ajo kujton një darkë me ambasadorin japonez të asaj kohe, Yoshifumi Okamura, ku si dhuratë i kishte ofruar një shishe vere nga Rahoveci, një dhuratë që më vonë do të merrte vëmendje ndërkombëtare. E pata një shishe të venës, ja dhash qatë shishe, po ai shumë i kish pas bë përshtypje ky gest ambasadorit, saqë në një seancë të Këshillit të Sigurimit, ambasadori japonez nisi diskutimin ndryshe. Tha, në nëntor të 1999-s kam qenë në Rahovec pas luftës, kur gjithçka ishte e djegur, por aty takova një njeri që më tha, kjo është toka e stërgjyshve të mi dhe ne do ta rindërtojmë, do ta mbjellim përsëri. Në atë moment ambasadori japonez kishte nxjerr nga çanta shishen e verës dhuruar nga Saatçia, duke lexuar etiketën dhe e përshkroi si një tregim suksesi të Kosovës, si një vend që nuk është më i djegur, por një vend i shpresës dhe punës. Por momentin kulminant erdhi kur ambasadori i Rusisë e kundërshtoi ashpër praninë e shishes në tavolinën e Këshillit të Sigurimit, duke kërkuar largimin e saj, duke pretenduar se ishte shkelje e rregullave. Ne u ngrim, çka ishte duke ndodhur, kujton Saatçia. Ambasadori japonez e pa i qetë, pa emocione dhe tha, para se të vi këtu i kam lexuar të gjitha rregullat dhe askund nuk përmende ndalesa për shishe vere, prandaj kjo do të qëndroj këtu. Dhe ashtu ndodhi, për herë të parë në historinë 75 vjeçare të Këshillit të Sigurimit, një shishe vere qëndroi në tryezën e Kombeve të Bashkuara. Kjo ishte reklama më e mirë për Kosovën, thot Saatçia mëtej. Ambasadori japonez në një ndej lamtumire kishte ruajtur shishen dhe kishte thënë, kjo është shishe e verës më e njohur në botë. E nxitur nga kjo ngjarje, Saatçia kishte organizuar më pas një Kosovo Wine Tasting në dhjetor të atij viti, ku kishte ftuar të gjithë ambasadorët dhe kishte promovuar verën e Rahovecit si simbol të një Kosove punëtore, prodhuese dhe me vizion për të ardhmen. E mendoj që kjo është një prej atyre highlights të kohës sime në New York, përfundon ajo me krenari.